Me certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve të 9 shkurtit të ejtën, procesi zgjedhor ka përfunduar. Kësaj, pas kësaj date, edhe qeveria aktuale kalon nga qeveri me mandat të plot në qeveri në dorëheqje. Por a duhet dhënë dorëheqje ministrat dhe kabineti qeveritar aktual pas këtij veprimi nga ana e KQZ-s? Gzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se ligji i ri për qeverinë ka krijuar mangësi në këtë situatë. Mandati fillon që nga momenti kur ai jep betimin në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe ju nga momenti i certifikimit. Dhe këtë situatë definitivisht është dashur që ta adresoj ligji i miratuar për qeverinë që fatkeqësisht këtë nuk e ka bërë. E Vullnet Bugashku nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se në bazë të ligjit, ministrat që kanë siguruar ulse në kuvend duhet dhënë dorëheqje. Është obligim ligjor konform ligjit 26 paragrafi 1 nëse ka bëj i ligjit për qeverinë që antari i qeverisë i cili është i zgjedhur si deputet duhet jap dorëheqje. Sepse edhe kushtetuta e Kosovës, por edhe ligji për qeverinë e ndalon të themi ashtu që njëkohësisht një person të ketë ose të ketë statusin edhe të ministrit edhe të deputetit. Kjo është për hir të asaj që mos të ketë konflikt kushtetues të ushtrimit në mënyrë të dyfisht të mandateve për një periudhë të shkurtër kohore madje. Sipas tij, pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, të gjitha vendimet e qeverisë janë të kontestueshme. Po që se ndodhë që nesër, ose mbastesër, apo gjatë ditëve të tjera të javës, kjo qeverim lidhet prapë dhe nxjerr vendime që janë kundërshtim me nenin 31 të vetë ligjit për qeverinë, atëherë ato vendime normalisht mund të cilësohen si vendime jo ligjore dhe jo kushtetuese. Mirë po edhe mund kontestohen, po aktualisht si palë të autorizuar që mund ta bëjnë kontestimin e vendimeve të tilla janë ose presidentja ose avokati i popullit. Certifikimi i rezultateve u bë rreth më shumë se 1 muaj e gjysmë pas përfundimit të procesit zgjedhor.